Departamenti i Administratës Publike mbetet një nga institucionet kyçe në menaxhimin e shtetit shqiptar, pasi është përgjegjës për ndërtimin dhe mirëfunksionimin e shërbimit civil, për rekrutimin e nënpunësve publik si dhe për garantimin e standardeve të profesionalizmit, meritës dhe transparencës në administratë. Për fat të keq, gjatë vitit 2024, ky institucion nuk i ka përmbushur misionin dhe objektivat e mësipërme, të cilat janë madhore, është shprehur deputeti Bujar Leskaj. Edhe pse raporti i tij vjetor reket të paraqes një tablo të shndritshme të performancës shtetërore, me gjoja profesionalizëm në rekrutim, etik të forcuar, digitalizim dhe transparencë të lartë, përtej perde së rem të imazhit të lëmuar për konsum ndërkombëtar, realiteti i administratës publike shqiptare mbetet shumë i zymt dhe problematik. Punësit e administratës publike në masën më të madhe të tyre janë ata që ja kanë përkushtuar jetën, ja kanë përkushtuar aktivitetin e tyre, më shumë se aktivitetin, më shumë se gjysmën e ditës, po themi, punës në zyra në institucione të ndryshme. Por ne ngrëm këtë, që këta nën punës të ndershëm, korrekt, që kanë një karrierë normale, janë karriera të filluara në vitin 90, në vitin 95, në vitin 2005, 2010, 2000, po themi edhe e 20, po të doni ju, shpeshherë pengohen nga politika dhe pikërisht këtu është detyra jon të theksojmë dhe nga raportet e BE-s, natyrisht të zgjedhim ato paragrafe ku fshikullohen fenomenet që ju i keni mbjellur në mënyrë masive dhe veçanërisht patronazhimin. Dhe për fat të keq, dhe Departamenti i Administratës Publike edhe gjatë vitit 2024 nuk i ka përmbushur misionin dhe objektivat madhore të tij. Edhe gjatë vitit të kaluar, media ka raportuar me 10 raste ku punësimet në administratën publike janë produkt thjesht i lidhjeve partjake apo edhe i besnikërisë politike dhe ku patronazhistët kanë vepruar si ndërmjetës për punësime, duke krijuar një mekanizëm të heshtur shumë të rrezikshëm shpërblimesh ndaj militantëve apo mbështetësve të sektit në pushtet, ka thënë Leskaj. Çka ju këtë dini ta bëni mirë, të drejtuar me sukses nga lideri juaj global, realiteti i administratës shqiptare mbetet shumë i zymt dhe problematik. Realiteti i mbështetur nga raportimet në mediat e përgjithshme dhe të pavarura shqiptare, nga opozita dhe nga përvoja e përditshme e qytetarëve, zbulon një administratë thellësisht të politizuar, të deformuar nga patronazhistët dhe të paaftë për t'i shërbyer si duhet qytetarit. Politizimi dhe patronazhimi metastazat e administratës shtetërore shqiptare që ju shkaktuan nga sekti Rama. Edhe për vitin 2024, ky mbeti një plagë e hapur dhe kronike në çdo nivel të saj, nga ministrit deri te bashkitë, punojësit civil ndihen të ekspozuar ndaj presioneve partjake. Raporti i DAP-it për vitin 2024 përpiqet të shes një narrativ suksesi që nuk përkon me realitetin. Në vend të një administrate moderne dhe meritokratike, Shqipëria mbetet me një nga administratat më të friksuara, të lodhura dhe shpesh inkompetente, ka përfunduar Leskaj.